Publicisti Det Preshi ka reaguar për bota sot lidhur me gjendjen aktuale në lidhjen demokratike të Kosovës pas humbjes në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025, duke cilësuar këtë situatë si vazhdimsi të një rënje të gjatë politike që nisi pas ndarjes nga jeta të presidentit historik Ibrahim Rugova. Sipas Preshit, LDK-ja ishte një projekt historik dhe politik unik, i ndërtuar mbi vizionin e Rugovës, i cili përfaqësonte një mundësi të rrallë historike si një shkëndije pare pluralizmit politik duke u prirë të gjithë partive të tjera në Kosovë. Ai shton, humbjen që psoi LDK-ja në zgjedhjet e fundit do ta komentonte secili që e ka dashur dhe e ka adhuruar këtë parti që nga presidenti historik Ibrahim Rugova, për faktin se ky njeri përbënte një mundësi të rrallë historike si një shkëndije pare pluralizmit politik duke prirë të gjitha partitë e tjera në Kosovë. Preshi thekson se përjetimi i zhgënjimit pas presidentit historik Rugova do të ishte si diçka e papritur që e ka ngulfatur këtë parti edhe pse në mesin e saj ka njerëz të dijes dhe kulturës, të ekonomisë dhe politikës nga të dyja gjinit, që timonin e kësaj partie mund ta drejtojnë me sukses, edhe pse jo si dikur, por për së afërmi ashtu sikur do ta meritonte ky subjekt politik. Ai kujton se pas shkuarjes në amshim të Rugovës, brenda partisë filluan përçarjet. Një përpjekje apo rrëmuj brenda këtij subjekti politik do vërehej menjëherë që pas shuarjes në amshim të presidentit Rugova, kur timonin e saj e mori doktor Fatmir Sejdiu dhe sikur të kuptonin menjëherë se lideri i saj i vërtet që duhet ta udhëhiqte këtë parti akoma do të ishte në pritje, sepse as doktor Fatmir Sejdiu nuk mundi t'i qëndroj besnik liderit historik Dr. Ibrahim Rugovës, duke rënë prej disa matrapazëve politik brenda këtij subjekti. Duke folur për periudhën e udhëheqjes së Isa Mustafës, Preshi thekson, lakurishësia për të cilën flitet tani do fillonte mbas udhëheqjes së Isa Mustafës, kur kjo parti i përmbysi të gjitha rregullat e liderit historik Ibrahim Rugova, kuptimi i së cilës nuk mund të shprehet me anën e koncepteve të thjeshta të rebelimit të brendshëm të saj, ku gjithçka zhvillohet brenda një rrethi të ngushtë të udhëheqjes që pa vonuar bëhet Paterica Shimthaçit dhe PDK-s, e cila ja dha të mbrapshtën pikërisht fal këtij marrëdhënie dhe nënshtrimi. Duke folur për lidershipin aktual të partisë, ai është kritik ndaj kryetarit Lumir Abdixhiku, dhe tani ky është tregimi i fundit i ngjarjes me Lumir Abdixhikun, i cili ky i fundit përmes zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit 2025, me rezultatin që fitoi kjo parti, tani e jep mesazhin më të qartë për të kuptuar se kjo parti është gjithnjë në rënje dhe do të pësojë edhe më shumë me një lidership të tillë që po ua kalon paraardhësve të tij me lojra dhe formën që funksionon me këtë subjekt politik. Preshi thekson se gjendja brenda partisë është alarmante. Tani ke pse të shumta, sepse kemi një gjendje dëshpëruese të saj, apo një përçarje brenda kësaj partie që kërkohet një leadership i ri, sepse një LDK që nisi narrativën e saj si parti e parë pluraliste dhe demokratike në Kosovë nuk e meriton që të bëhet lodër e fatit të vet dhe të në përkëmbët e ardhmja e saj, duke mos e kërkuar një leadership të pranueshëm që do ta udhëhiqte këtë parti me dinjitet dhe me një rugovizëm ashtu sikur se e meriton.